Dhe në këtë pjesë të emisionit do të flasim për një fushë shumë të rëndësishme të mjekësisë, por që shumë shpesh mbetet në hije. Anesteziologjin, një profesion jetik, pa të cilin nuk mund të realizohet asnjë ndërhyrje kirurgjikale. Për të folur më gjerësisht rreth kësaj fushë dhe rolit të saj në mjekësi, sot në studio kam kënaqësinë të ftoj teknikun Dardan Ibrahimi Hirda, specialist anestetik i anesteziologjisë dhe reanimacionit, i cili do na ndihmojë të kuptojmë më mirë këtë profesion, të sqarojmë dilemat dhe të thyejmë frikën dhe tabut që i kemi shumë shpesh për këtë fushë të mjekësisë. E mirëpres tani në studio doktorin për ta përshëndetur dhe për t'u akomoduar. Përshëndetje dhe mirë se më erdhe, Dardan. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Vendi juaj është aty. Është shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes bashk, edhe më kënaqësi pastaj e dy fish që është hera e parë e ytja në një paraqitje televizive, me gjitha këto suksese që një moshë kaq të re ke arritur të jesh të jesh ballë e kësaj fushë mjaft me përgjithësi, mjaft të rëndësishme, por shumë pak e përfolur te publiku. Atëherë faleminderit për ftesën, kënaqësia ime është të jem në emisionin tuaj. Paraprakisht, ne që jemi në këtë drejtim, në këtë profesion që kemi human, kemi përgjegjësi të madhe ndaj pacientëve të cilët domethënë vinë tek ne dhe duhet që ne t'i trajtojmë në mënyrë sa më të mirë, që jenë edhe ato si pjesë e jona, domethënë që ja kushtojmë rëndësinë më të madhe shëndetit të tyre, të jenë të kënaqur pas punës tonë. Po, do flasim më gjerësisht, por unë dua të di fillimisht sepse ju mjekët nuk e keni një orar standard, sikur ne që vim herët e mbarojmë në drek dhe kaq, e mbarojmë pas dite. Ndërsa ju punoni me ndrime, si nis zakonisht një mëngjes? Yti personalisht. Zakonisht mëngjeset e tona domethënë nisin me përgatitje domethënë të sallave të operacionit, që kemi përgjegjësi domethënë për pacienti që të ndjehet i sigurt kur të jetë domethënë në sallën e operacionit. Oraret tona zakonisht domethënë janë ndryshe nga ato të cilat janë domethënë të tjerëve në përditshmëri. Oraret tona domethënë shkojnë me ndrime edhe të natës, të cilat kanë domethënë zakonisht sfida që ballafaqohemi domethënë me punë fizike, normalisht edhe ajo psiqike që janë pjesë lodhshme gjëndrimit. Po, sidomos përgjithësia juaj në një fushë ku është edhe 10 fish ndoshta më e madhe se sa profesionet, mendoj fushat tjera të mjekësisë, sepse të jesh ballë e një ndërhyrje kirurgjikale, ti e ai personi ndoshta që e ke atë përgjegjësinë më të madhe, pastaj normalisht që edhe kirurgi nuk janë shkaloj as pak, por që baza kryesore e anesteziologët ka shumë rëndësi. Normalisht, anesteziologu dhe pjesë e ekipit që bëjmë pjesë edhe tekniko-anestetik, kemi përgjegjësi të madhe para pacientit që bën pjesë domethënë gjëndërhyrjeve kirurgjikale. Zakonisht ballafaqohemi domethënë me lloj-lloj pacientët, të cilët duhet të jemi domethënë të përgatitur mirë për një operacion të suksesshëm. Çfarë është konkretisht anesteziologjia, Dardan, dhe cili është roli teknikut të anestezisë në çdo ndërhyrje kirurgjikale? Atëherë, anesteziologjia domethënë është një pjesë thelbësore që merret me menaxhimin e dhimbjes, dhënien e anestezionit dhe mbajtjen e funksioneve jetësore gjatë një ndërhyrje kirurgjikale dhe procedurave tjera mjekësore. Po ashtu roli ynë si teknik i anestezisë është jetik, është pjesë e ekipit që bën përgatitjen e pacientit, asiston gjatë gjithë operacionit, si edhe monitoron funksionimin jetësore si zemrën, oksigjenimin, frymëmarrjen, presionin e gjakut prej fillimit deri në zim. Shpesh tekniku i anestezisë nuk shihet nga publiku. Është një rol që qëndron më shumë në hije. Si ndjeheni ju për këtë rol që keni? Edhe pse shpesh domethënë nuk shihemi nga publiku, roli ynë është në hije, mirë po përgjithësia është jashtëzakonisht e madhe,
Personalisht, profesionin e shoh si mision, në të cilën gjendja e pacientit është drejt për drejt në duart e ekipit të anestezisë. Nëse flasim për rolin e një tekniku të anestezisë, cili është roli nga fillimi i përgatitjes së një operacioni deri në mbarim? Detyrat tona kryesore përfshin përgatitjen e pacientit për në sallën e operacionit, përgatitjen e aparaturave të anestezisë, sigurimi i linjave intravenoze, monitorimin e pacientit, si dhe asistimin gjatë intubimit dhe ventilimit, si dhe ndjekja konstante e gjendjes së pacientit deri në fazën e zgjimit dhe rikuperimit. Po, do flasim edhe për llojet, po dua të di fillimisht cilat janë llojet e anestezisë, sepse ne publiku jo të gjitha i dim, pastaj dhe ato specifikat e secilës. Atëherë, anesteziologjia, domethënë, është ndarë në disa lloje. Anestezia përgjithshme, në të cilën pacienti vihet në gjumë të plotë, ndërsa e dyta është anestezia regionale, e cila ndahet në atë spinale dhe epidurale, që kjo anestezion, domethënë, është pjesë në të cilat më shumë kërkohet kur ka ndërhyrje kirurgjikale të gjymtyrëve të poshtme ose pjesëve abdominale, si edhe anestezia lokale që përdoret më shumë gjatë ndërhyrjeve të vogla. Mirë po, çdo lloj operacioni, varësisht domethënë edhe anestezioni i jepet. Cilat nga këto anestezi konsideroni si më të rrezikshme? Cilat janë ato që ju sfidojnë më shumë juve si mjek? Atëherë, anestezia në kundërshtrimin praktik, anestezia përgjithshme ka më shumë rreziqe potenciale, mirë po nëse zbatohet dhe monitorohet në mënyrë të vazhdueshme, ajo është e sigurt. Ndërsa anestezia lokale ka më pak rrezik të ulët, mirë po nuk përdoret në çdo lloj operacioni. Varësisht domethënë nga gjendja e pacientit dhe operacioni që do kryhet. Doktor, po pse njerëzit kanë më shumë frikë nga anestezia e përgjithshme dhe ato mitet që shpesh i themin edhe i diskutojmë si shoqëri? Atëherë frika ndaj anestezisë është domethënë më shumë një mungesë e informacionit, në të cilën domethënë pacientët nuk janë të informuar mirë. Mirë po, pacienti kur vihet në sallën e operacionit, ai është domethënë në duart të sigurta dhe monitorohet vazhdimisht domethënë nga një stafi profesional. Dhe nuk besoj që do ketë dilema domethënë të frikës gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale ose kur të vinë pacientët në sallë të operacionit. Nga gjitha këto lloje të anestezisë që përmendët, cili lloj më shumë përdoret sot? Flasim për vendin tonë kryesisht. Anestezia, domethënë, anestezia përgjithshme e balancuar, domethënë, është një kombinim i barnave të ndryshëm, që ka për bën sigurinë e tre llojeve sigurimin e tre llojeve, menaxhimin e dhimbjes, relaksimin muskulor si edhe sigurinë e plotë të funksioneve jetësore. Shumë shpesh kur diskutojmë ne si shoqëri, kur bie fjala për anesteziologjin, mos vallë a thua do zgjohet nga anestezia. Është ky termi që përdoret më shumti. Sa juve ju bën të përgjithshëm ky term që e dëgjoni shumë shpesh, besoj edhe ju nga pacientët, apo a do zgjohet pas anestezionit? Frika se a do zgjohet pacientin, domethënë është një nga mitet më të shpeshta që keq kuptojnë pacientët. Mirë po, pacientët domethënë trajtojnë në mënyrë të duhur, profesionale dhe normalisht që me metodat e reja të aparaturave të anestezisë dhe barnave specifik që bëhen domethënë gjatë anestezionit, pacientët janë të siguruar në mënyrë profesionale.
Po, nëse flasim për aparaturat e reja, ku qëndrojmë ne si shtet? Jemi të avansuar në këtë pjesë? Metodat e aparaturave të anestezisë janë domethënë shumë të mira dhe të sigurta, që kanë domethënë bëjnë anestezinë e sigurt dhe ato të cilat përdoren domethënë pajisjet më të mira jashtë vendit, domethënë i kemi edhe ne këtu. Që do të thotë nuk ka ndonjë ndryshim të madh mes shteteve të zhvilluara në këtë rast dhe vendit tonë. Dardan, më intereson se çfarë ndodh me trurin dhe trupin kur një pacient vihet në gjumë total në anestezi dhe çfarë monitoroni ju si mjek në atë kohë? Atëherë, kur vihet pacienti në gjumë, truri futet në një gjendje të kontrolluar të pavedijes. Mirë po trupi monitorohet domethënë në mënyrë të vazhdueshme dhe profesionale. Po me trurin, çfarë ndodh? Truri domethënë normalisht edhe truri është domethënë një organ i të cilit domethënë kemi parasysh domethënë ajo normalisht edhe ajo domethënë që siguron qetësohet komplet, total apo? Qetësohet edhe truri, sigur edhe trupi në atë moment, por që besoj që në çdo kohë është në monitorimin tuaj. Edhe kjo prandaj është kaq e përgjithshme edhe anesteziologjia si fushë. A ndodh që të ndjen pacienti ndonjëherë edhe dhimbje gjatë operacionit, ka pas raste kur e keni vretur që mund të lëviz ose të ndjej operacionin? Normalisht këto rastet janë të ralla, mirë po historikisht kanë ekzistuar. Mirë po me metodat anestezisë që thellësisht domethënë e shohim pacientin në gjendje të monitoruar, këto procese dhimbjes domethënë përgjithësi janë eliminuar. Nëse flasim për efektet anësore, Dardan, duam të dim ka raste kur ka dhe efekte anësore? Normalisht, pas gjithë anestezioneve domethënë që i kalojnë pacientët, ato mund të ndjejnë disa simptoma të cilat kanë marrëmendje, ndjesi për vjellje, mund të kenë edhe vjellje, po mund të ketë domethënë edhe dhimbje të fytyt gjatë intubimit të cilën, por me kalimin e kohës të janë të gjithë zakonisht kalimtare. Ndodh tek të gjithë pacientat apo në raste? Në raste. Këto simptome? Në raste. Jo tek të gjithë, Jo dhe tek me të thënë. gjithë. Po nëse flasim për grup moshat që i nënshtrohen në ndërhyrjeve kirurgjikale, si të fëmijët, tek të rinjët edhe ata të moshuarit, ndodh që të ketë specifika në këto mosha, nëse flasim për anestezi totale, më falë? Normalisht anestezia është domethënë e njëjtë tek gjithë pacientët, mirë po ajo ndryshon normalisht tek fëmijët, shkaku që domethënë dozimi, ajo që është kryesore, dozimi i barnave bëhet nëpërmjet peshës së pacientit dhe moshës së pacientit. Domethënë ajo është ndryshimi më i madh tek fëmijët. Në qartë. Cilët pacient konsiderohen në këtë rast si më të rrezikuarit? Pacientët më të rrezikuar janë ato pacientë të cilët janë me sëmundje kardiovaskulare, me sëmundje respiratore, të cilët janë me diabet të tipit 2, me obezitet dhe pacientët të cilët kanë sëmundje kronike përgjithësi në shëndetin e tyre. Mirë po, gjendja shëndetësore është rol kyç në përgjithësi që lën rol gjatë anestezionit. Keni kujdes më të veçantë ju si teknik i anesteziologut në këtë rast me këta persona? Normalisht që kemi siguri, shkaku që edhe si e ceka dallon moshët e pacientët, te pacientët me moshë më të shtyrë që janë kemi domethënë më shumë trajtimi bëhet më i kujdesshëm. Tek fëmijët normalisht është më delikat. Te të gjithë pacientët domethënë anestezioni është i njëjtë, varësisht se çfarë lloji të operacionit kryhet ose ndërhyrjes kirurgjikale që bëhet. Si përgatiten paraprakisht këto grupe të caktuara?
Duhet disa ditë përpara ose është e njëjta procedura? Këto grupet e caktuara, domethënë normalisht ato që janë pacient elektiv që bëhen përgatitjen para operacionit, të cilët nuk janë urgjent, normalisht bëhet vlerësimi detaj nga anesteziologu. Analiza ka më të detajuara? Normalisht, analiza laboratorike që bëhen EKG, këto janë sipas, domethënë, nëse anesteziologu propozon që të bëhen, domethënë, të gjitha këto analiza laboratorike, EKG, radiografi, dhe të cilat barnat i përdor për sëmundje kronike, atëherë këto bëhen domethënë nëpërmjet anesteziologut. Atë që e dim shpesh të gjithë ne, që para ndërhyrjeve kirurgjikale dhe para anestezionit, është mirë që mos të ham dhe mos të pim. Mos ngrënia dhe pirja është një masë jetike për sigurinë e pacientit, në të cilën domethënë bëhet parandalimi i aspirimit dhe komplikimeve serioze që mund të ndodhin gjatë operacionit. Prandaj edhe është e detyrueshme që mos të hahet dhe mos të pijet. Që mos të hahet dhe mos pijet më së paku 6 orë para operacionit. 6 orë? 6 orë para operacionit në raste urgjente. Këto që janë domethënë raste elektive, atëherë domethënë ju tregojmë prej mbrëmje në orën 8-9 që deri në mëngjes të jenë të gatshëm për operacion. Po nëse ka ndonjë rast urgjent, po supozoj nga ndonjë aksident ose diçka. Rastet urgjente, domethënë jemi të kujdesshëm maksimalisht, edhe është delikat, mirë po kur vijnë rastet urgjente jemi të përgatitur mirë, përgatitemi për komplikacionet që mund të vinë, edhe nuk është pjesë kryesore që mund të themi mos ketë ngrënë ose mos ketë pi. Po domethënë ne përgatitemi për komplikacionet që mund ndodhin. E qartë. Dardan, sa rëndësishme është edhe besimi mes pacientit dhe ekipit anestezi? Sa ju i qëndroni pranë pacientave, sepse edhe mënyra psikologjike ndikon tek ta, sidomos në ndërhyrjet kur bëhen, para se të hyjnë me një ndërhyrje kirurgjikale? Atëherë, besimi i pacientit dhe ekipit, stafit anestezisht, është domethënë thelbi kryesor, është qetësi psikologjike për pacientin, domethënë që të trajtohet në mënyrë sa më profesionale. Dhe ju këtë e bëni, ndonjëherë edhe vetëm mjafton një shtrëngim duarsh apo edhe një fjalë e mirë tek pacienti? Normalisht kjo është domethënë gjithmonë ky profesioni im është human dhe do jem gjithmonë shërbim të pacientëve. Dardan, le të flasim pak edhe për ty personalisht. Më intereson se çfarë të shtyju që të kyçesh në këtë fushë, të zgjidhni specializimin si teknik i anestezisë dhe reanimacionit. Ajo që më shtyu mu të studioj këtë drejtim është që nga fillimi i studimeve të mia ka qenë pika kryesore, domethënë shëndeti i pacientit. Dhe ishte pika vendimtare që të marrë pjesë, domethënë në momentet më të vështira në të cilën mund të vi. Praktike? I ke pas? Patjetër edhe ajo praktike. Në të cilën pacienti kur të vi, të jem domethënë unë ai kryesori që mund të ja shtri dorën për ndihmë. Dhe sa të bën krenar ty kjo pastaj, sa të motivon për të vazhduar edhe më tej, sepse unë jam e bindur që në të ardhmen edhe si anesteziolog do të flasim dhe do të ftoj. Pas je në atë rrugë. Pa dyshim, kjo është krenaria më e madhe për mu. Normalisht edhe familja është krenar për mu që kam arritë me këto sukseset e mia. Gjithashtu, gjithat sakrificat që janë bo për këtë drejtim, për këtë profesion, ja vlejnë tek pacientët, domethënë, të cilët janë momentet më kritike, me përgjithësi më të lartë morale, të jemi në prezent aty. Qartë. Po më intereson, Dardan, ka qenë një ëndër e hershme kjo, e ytja, ose gjatë studimeve ndodhi dhe kuptove që ti je sakt për këtë fushë të mjekësisë? Atëherë, ëndra ime domethënë ka qenë normalisht arsimimi, shkollimi që të vazhdoj të arrij sukseset e mia në mënyrë profesionale. Ëndra ka qenë normalisht
edhe nuk mund t'i harroj ato janë prindtë e mi, që janë kënë shtylla kryesore që unë kam rritur në këtë shkallë, në këtë nivel. Drejtimi dhe profesionin tim që e kam zgjedhë për momentin, do më thonë kanë qenë që nga fillimet e studimeve dhe normalisht gjatë punës dhe praktikës që kam kryer në sallat e operacionit. A ka pas ndonjë moment konkret kështu që e mban çdo herë me vete dhe që je sfiduar dhe që e kujton vazhdimisht e që e ke kaluar me lehtësi? Normalisht kemi sfida, do më thonë, gjatë gjithë kohës. Por ndonjë kështu të na veçosh? Ato janë, do më thonë, rastet urgjente, kemi lloj-lloj rastet urgjente, do më thonë, që kur vinë ato energjia, pasioni për punën, fillosh, do më thonë, të vraposh, t'ja jepsh ndihmën e parë në mënyrë profesionale, që në fund t'jeti suksesshëm gjithë ajo sakrificë që e bën për atë pacient, në fund të dalish i suksesshëm është krenari më e madhe për mua si personalisht. Padyshim. Dardan, po komunikime me familjarët, si qëndron, sa e keni të lehtë që t'ja thoni familjarëve qof lajmin e mirë, por qof ndonjëherë edhe atë më të rëndin? Do më thonë, lajmet për pacientin, do më thonë me tregu familjarëve, ajo është kryesori, do më thonë që mund t'i tregoj është anesteziologu. Mirë po, në këto rastet edhe ne jemi, do më thonë, pjesë asaj ekipe, gjithsesi. Pjesë asaj ekipe, po normalisht edhe ne si staf i ekipit e kemi të rëndë, do më thonë, të ballafaqohemi me familjen. Qoftë në raste të mira, ose në qoftë raste të pikëlluara ose të këqija që mund ndodhin gjatë. Ato janë zakonisht të ralla, mirë po edhe ne kemi rëndë, do më thonë, të ballafaqohemi me familjen. Qartë. Sa e vështirë ka qenë rruga për t'u bërë teknik i anestezisë? Rruga ka qenë e vështirë, mirë po ambicjet e mia, energjia që ka fillu prej brenda, do më thonë që i kam dhonë unë motiv vetës për më arrit deri në këtë nivel, ka qenë, do më thonë, mund me shumë përkushtim, me shumë qëndrueshmëri, mirë po çdo sakrificë që bën ja vlen për të gjithë pacientët. Po gjatë specializimit, Dardan, ke pasur kështu ndonjë sfidë që pak me më vështirësi e ke të kaluar? Sfidat janë zakonisht përgjithshme. Sepse dihet specializimi kryesisht është në praktik. Përditshme, por normalisht e kemi atë presionin e punës që bëhet gjatë gjithë kohës dhe përgjithësinë kryesore që e kemi ne si teknik të anestezisë për pacientin, për trajtimin më profesional dhe më adekuat që në fund pacientit të dalin, do më thonë, të suksesshëm gjithë operacionit. Qartë. Me gjithë këtë mund, me gjithë këto vite shkollim, se për gjithë mjekët është fakulteti me më shumë vite në krahasim me vitet e tjera, shpresoj e njëjta që është edhe për një teknik i specializuar. Thuaj, Dardan, e ndjen këtë profesion të vlerësuar në vendin tonë, por edhe në përgjithësi, edhe në shtetet e zhvilluara, sa vlerësohet profesioni i teknikut anesteziologut? Në shtetet më të zhvilluara evropiane, po marr parasysh, do të thonë, jashtë vendit tonë, profesioni ynë është i vlerësuar mirë, po këto është më pak i vlerësuar, përkundrazi jemi një rol kyç të pazëvendësueshëm në këtë profesion. Nëse do doni që publiku ta dinte diçka më tepër të dinte rreth profesionit tuaj, cili do të ishte ajo pika kyçe që do e thonit? Sepse ka shumë dilema pastaj për këtë fushë, andaj edhe tentova që të më vini se vërtet nuk kam pas ndonjë mysafir të kësaj fushë dhe andaj do doja që ta flasim bashkë me publikun. Do doja që publiku t'i thoja se anestezia nuk është vetëm një gjumë i thjesht, por anestezia kërkon përgjithësi, njohuri dhe përvojë profesionale, në të cilën kërkohet, domethënë, përgjithësia maksimale dhe delikate gjatë një intervenimi
ose dhënës anestezisë. Duhet i lëm anash njëre për gjithmonë mitet që i kemi në përditshmëri për anestezin? Po, unë besoj që po duhet i lëm dilemat për shkak se në vendin tonë kemi staf të mrekullueshëm, kemi personat që janë të specializuar në këtë profesion, janë njerëz adekuat të cilët marrin pjesë edhe në vendet e jashtme, edhe besoj që nuk do të ketë dilema ose probleme për komplikime pa marrë parasysh çfarë lloj të operacionit, për shkak se stafi është të jetë i specializuar për këtë profesion. Qartë. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndave kohë dhe u bërë pjesë emisionit Ritmi i ditës nga orari yt i stërngarkuar që ke në spital dhe të uroj shumë suksese dhe herën tjetër të na vish edhe si anesteziolog, edhe pse edhe kjo është shumë arritje e madhe për ty në këto vite që ke kaq i ri që t'jesh balle këtyre sfidave që ishe zakonisht te pacientët në përditshmëri, një punë me shumë përgjegjësi, një punë shumë fisnike dhe një punë që kërkon vërtet një shpirt humanizmi. Faleminderit nga ana juaj për ftesën që më keni bërë dhe ishte kënaqësia ime të jem pjesë e emisionit tuaj. Shpresoj që të shihemi edhe në sukseset e tjera. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.